çdo mëkat për Zotin është si vrasje. Prandaj çdo mëkat lajme gjak në dhjetën e vjetër. Prandaj edhe vetë Zoti erdhi në birin e tij në Krishtin, në Jezus, për të larë mëkatet tona në kryq. Ky është e mirë. Pra ai shumë na do sa i tregon, tha, ja, i mora unë mëkatet e tua. Siç kemi në Shqip, për ta ilustruar, kemi shprehjen të marrshat ligat të bësha kurban. Pra të tingëllon çik si arkaike, po na Bibla vin këto, të dashur miq, vëllezër dhe motra. Pra ai shumë na do Perëndia dhe ai shumë e deshi botën na shkruhet. Sa që dha, sa që dha birin e tij vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos u mbas, po të ketë jetën e përjetshme. Pra ky është lajmi i mirë. Zoti është i gatshëm të falë çdo, ta largojë nga idhujtaria, ta largojë nga mëkati, nga paullësit, nga çdo gjë që ai ka bërë kundra Zotit, me apo pa vetdije. Pra është i gatshëm të falë Zotit dhe të mbështjellë me dashuri. Puna është, a duam ne